Kirurgu austriak profesor Ernst Orthner, një emër i shquar në fushën e ortopedi traumatologjisë, sjell teknikat më të avancuara të trajtimit të patologjive të këmbës në Spitalin Amerikan 3. Me mbi 30 vite përvojë, është e gjerë gama e problematikave që doktori trajton duke i dhënë zgjidhje edhe rasteve më të komplikuara, duke ndihmuar pacientët të rifitojnë funksionalitetin e këmbëve dhe lëvizshmërinë. Dr. Orthner ndau 2 raste të vështira ku kirurgjia moderne ka sjellë ndryshim rrënjësor. Dua të ndaj 2 raste të vështira që mund të arrije në kirurgjinë e këmbës. Rasti i parë ka të bëjë me një pacient që ka gishtorin të deformuar, të cilin mund të operohen dhe drejtohen. Kjo ndërhyrje është e rëndësishme sepse kemi zhvilluar teknika që më parë janë përdorur në Europë, por tani kemi sjellën në Shqipëri. Rasti i dytë është një vajzëre në të 20-tat, e cila ishte operuar më parë dhe vua nga një sëmundje e quajtur këmbë kavoze 5 kavus. Ne kemi implante të veçanta për këmbë të vogla, të mëdha, komplekse, duke siguruar implantin e dur. Kjo ofron rezultate të mira, kohë të shpejtë shërimi dhe një shkallë më të ulët komplikacioni. Spitali Amerikan 3 në bashkëpunim me mjek të njohur ndërkombëtarisht sjellin në Shqipëri standardet më të larta dhe bashkohore në kirurgjinë e këmbës dhe shumë problematikave të tjera.